Shkarkoni aplikacionin e Balkan Web. Varësia nga droga apo alkooli është një fenomen që po njen rritje vitet e fundit. Moshat e reja fillojnë të përdorin drogën, pa kuptuar se ajo një ditë do të sjellë shkatrimin personal dhe familjar. Shumë të rinj futen në vorbullin e kënaqësisë momentale që të japin lëndë toksike, por dalja nga kjo vorbull të bëhet gjithnjë më e vështirë, por të mos thënë se në disa raste rezulton e pamundur. Shumë përdorues të drogës kanë kontaktuar me qendra të ndryshme rehabilitimi. Pjesa më e madhe e tyre i kanë braktisur, duke treguar mungesën e vullnetit për të çliruar nga bota e zymë të drogës, ndërsa një pjesë e vogël që mbetet i përshtatet rregullave të programeve terapeutike. Një qendër e tillë rehabilitimi për të varurit nga droga dhe alkooli ndodhet në fshatin Nënçat të Shkodrës, qendra komunitare Papa Gjoni 23, e cila aktivitetin e saj e filloi 15 vite më parë, duke u gjendur qindra të rinjve, të cilët kanë rënë pre drogës dhe alkoolit. La comunità Papa Giovanni XXIII è venuta in Albania 15 anni fa. Komuniteti Papa Gjoni 23 ka ardhur në Shqipëri 15 vite më parë gjatë emergjencave të refugjatëve të Kosovës, që prej asaj kohe kanë ardhur edhe vullnetarët dhe misionarët tanë, pasi ne jemi një shoqat vullnetarësh dhe misionarësh laik. Tani, në të gjithë Shqipërinë kemi 3 kaza familje, që strehojnë 60 deri në 70 fëmijë. Kemi këtë qendër rehabilitimi që është një strukturë që merret vetëm me personat nga droga dhe alkooli, ndërsa në Tiranë kemi një shtëpi për personat e pastre. Përveç kësaj, kemi 2 projekte të rëndësishme ku njëri ka të bëjë me të varfrit në zonat e veriut të Shqipërisë. Pra, për t'i ndihmuar dhe mbështetur ata, momentalisht po ndjekim 250 persona që i përkasin kësaj shtrese. Pastaj është projekti tjetër, dhe ky i centralizuar në veriun e Shqipërisë, që ka të bëjë me dhënien e ndihmës për fëmijët dhe persona që vuajnë nga gjakmarrja. Edhe atje njohim shumë familje dhe jemi tek 200 deri në 250 persona të tillë. Karakteristika e shoqatës Papa Gjoni 23 është ajo e të qëndruarit me njerëzit, pra në strukturat tona, në shtëpitë ngritura dhe në projekte. Ajo që provojmë të bëjmë është bashkëjetesa. Krijohet një raport personal mbi të cilin zhvillohet e gjithë puna që ne bëjmë. Aktualisht në këtë qendër janë 10 djemë që kanë vendosur të nënshtrohen terapisë, por prej 2 vitesh këtu janë strehuar 25 persona. Jo të gjithë persona që vinë këtu zgjedhin të qëndrojnë, sepse të bësh programin e terapisë është shumë e vështirë. Andaj disa kanë ikur dhe kanë mbetur këta 10 djemë. Por përpara se kjo qendër të hapej, na kanë kontaktuar qindra persona për të njohur me kushtet dhe programin që duhet të ndiqet për varësinë nga droga dhe alkooli. Ne kemi këtë qendër të hapur prej 2 vitesh dhe programi zgjat 2 vite. Këta janë djemtë e parë që po zhvillojnë terapitë. Nëse flasim për persona të tillë, në programet terapeutike që zhvillojmë në qendrat rehabilituese që kemi në Itali, ndër 10 persona, 7 deri në 8 persona arrin të kalojnë varësinë toksike, pra nuk i kthehen drogës, por duhet të dimë se përdorimi i drogës është një problem shumë serioz. Prandaj nga 10 persona pas terapisë, ka 2 deri në 3 persona që i kthehen në përdorimin të substancave të saj. Programi terapeutik është ai më i rëndësishmi e më i vështirë, ku secili ndjekës mund të tregojë vullnetin dhe dëshirën për ta lënë një herë për gjithmonë rrugën e vdekjes nga droga. Por si funksionon një program terapeutik? Çfarë u kërkohet të varurve nga droga? Sa e vështirë është për ta? Gli obiettivi della comunità Papa Giovanni, il programma terapeutico della Papa Giovanni è suddiviso in 3 fasi. Puna jonë ose programi që ne ndjekim me këta persona është e ndarë në 3 faza. Faza e parë është mikpritja, pra mirëpresim djalin që vjen nga rruga. Pjesa më e madhe e djemve që vinë përdorin metadonin, prandaj objektivi ynë primar është heqja e metadonit. Kur arrim të heqim metadonin, janë ato 10 ditët e para që ata ndihen shumë keq. Sa po kalon kjo fazë, e cila zgjat 10 deri në 15 ditë, zgjatja varet nga vetë personi, fillojmë të punojmë me ta. Kryesorja është që ata të jenë të ndërgjegjshëm për terapinë të cilën e quajmë terapia e të vërtetës.
Fillojmë të mbështetemi tek ajo që ndodh në shtëpi. Fillojmë të mësojmë që për të arritur diçka, duhet të bësh sakrifica të mëdha, siç ndodh normalisht me të gjithë njerëzit. Pastaj është terapia e kreativitetit. Stimulojmë djemt që të jenë sa më shumë kreativ me veten e tyre, me ato çka kjo qendër i ofron. Kjo bëhet në mënyrë që ata të ndërgjegjësohen se cilat janë limitet e tyre, sepse një person që është konsumues i heroinës prej vitesh nuk arrin të njohë veten apo aftësitë që ka, pasi heroina të mbulon gjithçka, të gjitha aftësitë. Pastaj kemi terapinë me prindrit. Ajo që nuk duam kur të ndodhë është largimi i djemve nga prindrit e tyre. Prandaj, një herë në muaj realizojmë takimin e djemve me prindrit e tyre. Ata vinë këtu, han me ne, rrin me ne. Në këtë mënyrë, djemt rrinë në komunitet, por edhe prindrit duhet të rrinë në komunitet, sepse duhet thënë se edhe prindrit e kanë patur shumë të vështirë. Pastaj është faza e dytë, që është më shumë dhe ashtu dhe në grup. Djemve i kërkohen më shumë gjëra, më shumë përgjegjësi. Ata duhet të kuptojnë çdo ditë më shumë përgjegjësinë e tyre. Këtë fazë e monitoroj unë së bashku me një tjetër terapeutist të quajtur Gjelko. Pastaj është faza e rihyrjes. Faza e rihyrjes ka të bëjë me rihyrjen e këtyre personave sërish në shoqëri. Fatmirësisht ne këtu në Shqipëri, pra komuniteti ynë Papa Gjoni 23 të ofron shumë mënyra për të rihyrë në shoqëri. Për shembull, në Casa Familje që kemi ndërtuar apo në Tiranë, tek qendrat tona, disa djem kuptohet, ata që kanë dëshirë, i dërgojmë me mision. Për shembull, kur një djalë është në fazën e rihyrjes, sapo na është paraqitur një bursë pune 5 mujore, ne ja kemi dhënë me një herë. Në momentin e rihyrjes, secili duhet të marrë jetën në dorën e vet, e çdo kush që ka dëshirë të punojë, ne i japim një adresë se ku mund të drejtohet, sepse ne nuk gjejmë punë, por adresojmë ku të paraqitet një nevojë pune, e në fakt ka disa mundësi që ofrohen. Ka patur raste që kur një djalë ka kryer programin terapeutik, ka shprehur dëshirën të bëjë punë vullnetare për një vit në misionet tona, dhe kjo është një pikë referimi për të gjithë djemt. Për të kthyer tek programi, më duhet të pranoj se të tre fazat janë shumë të vështira, në bazë të eksperiencës time. Faza më e vështirë është ajo e rihyrjes në shoqëri, pasi në këtë fazë personi vën në akt, pra jeton ato që ka mësuar këtu në 2 vite. 1 deri në 2 herë në javë ata mund të shkojnë për shembull në një bar për të përballur me tundimet e alkoolit dhe drogës, e ne këtu shohim se si u sillet secili prej tyre. Përpara se të dalin, ne i kërkojmë djemve të dinë se çfarë kanë dëshirë të bëjnë, dhe ata na shkruajnë dëshirat e tyre. Dhe kur kthehen i pyesim, a i kanë qëndruar korrekt dëshirave të tyre. Ne ecim me parimin që e vërteta është gjithçka. Ne terapeutistët nuk jemi magjistar, por ne besojmë në atë çka na thonë. E nëse ata na tregojnë marrëzira, ne i përgjigjemi me marrëzira. Objektivi kryesor i programit terapeutik është të jesh i ndërgjegjshëm, të bazohesh vetëm tek thënia e vërtetës. E ndjejnë veten të pa shpresë, gënjeshtar, hajdut, shkatrues të vetvetes dhe të afërmve të tyre. Urrejnë rrugën që kanë zgjedhur, fillimisht për snobizëm e më pas për nevojë. Jeta u duket e zymët, e pa shpresë, duan të jenë si të tjerët, por nuk arrin vullnetarisht. Kërkojnë ndihmën për të qenë si të tjerët, të ndjehen krenar se të paktën një gjë të mirë bën, arritën të ndahen nga heroina që i ka mbushur trupin e mendjen për shumë vite. Besi dhe Eli janë 2 të varur, i pari nga përdorimi i drogës dhe i dyti nga alkooli e bigjozi. Ata tregojnë për News 24 për jetimet e tyre, si i hyn këtyre veseve dhe sa e vështirë është divorci përjetshëm me to. Besi është në fazën e 2 të terapisë, ndërsa Eli në atë përfundimtare. Albi, kur e ke filluar drogën, në cilën moshë? Moshë 14 vjeçare. Sa vjeç je sot? 30. Si e ke filluar? Si gjithë adoleshentët, më dukte, si me thonë, me qenë i veçantë në tjerët në fillim. Më mrapa se disha, nuk është se më forte njëri për shembull se çfarë probleme kishte, ku të çonte, këto. Çfarë droge fillove dhe tek cila drogë përfundove derisa erdhe këtu? Jo, drogën kam provuar heroinën, nuk është se kam shku shkallë. Thjesht e kam provu në fillim me cigare, më mrapa më
kërkosha diçka më shumë, ajo i gjendje më nuk s'di si me ta shpjegu, kush kupton, ma këto gjona me cigare, më prapa kam më shku deri në gradë fundit. Normalisht droga donte edhe lekët. Ti punoje, si ja bëje për të siguruar lekët? Si ja bëja? Në fillim, lekët nuk është se punoja ose kështu. Thjesht lekët që merja për në shtëpi për shembull, gjeja i motiv që jo do dal me shokët, me shoqet. Më mrapa që fillon ti kuptojnë tjerë se çfarë ke, pse i do kaq lekë, pyesin. Më mrapa masani nuk është se kam punu në herë në jetën time, jam 30 vjeç, këtu kam filluar me punu. Me sa ju lekët. Lekët, domethënë, na janë, më kanë ndihmu dhe shtëpia, na janë tjetër, kam bollu dhe gjonash për me i gjet lekët. Ke arritur deri aty edhe sa të vjellësh? Po. Ke konsumuar drogë për shumë vite. Si të erdhi ideja për të kërkuar ndihmë, sepse shumë persona të tjerë nuk e kërkojnë ndihmën, vazhdojnë këtë rrugë, ndërsa ti ke kthyer. Pse? E vërtetë është që po pse vjen një moment që si më ta them që ti mbushesh dhe të duket bëhet domethënë ke një zgjidhje, që o do zgjedhësh të jetosh, o do zgjedhësh të vdesësh. Kërkova ndihmë për vetëm arsye sepse shifsha shumë persona, shumë njerëz të njohur që shkojnë përpara me biznese, me të gjitha përpara dhe në vite zorna vetë, vjen moment që më erdhi zorna vetja, sepse gjatë gjithë këtyre viteve kam menu veç për veten time. Në vite zorna vetja, në vite zorna familja. E mora këtë vendim, kërkova ndihmë komunitetin Pavo Giovanni 23. Dhe më dhanë dorën më pranun me hynë komunitet. Për sa kohë je këtu? Për sa kohë, gati për i vit. Jam fazë 2. Sa të vështirë ke patur? Më trego pak për ato netet e errta, po themi, kur çdo gjë të bëhet e padurueshme. Të vështirë kam pasur boll në fillim, kur kam qenë me ilaç. Po siç thash, më kanë ndihmu shumë operatorët në anën psikologjike. Më kanë ndihmu shumë, kam pas shumë vështirë, sidomos kur lash ilaçet që pija, ato gati 20 ditë, domethënë, nuk e dija ku isha, domethënë, se kuptoja ku isha. Qëndroje izoluar? Jo, izoluar jo, përkundrazi, punoja, merresha me diçka sepse më thoshin që i bën keq vetes po trish të mbyllesh në vetvete dhe kur merresh me diçka me punë, me këto tikën mendja, nuk është se rio bobo, ç'a do më gjej tash, ç'a do më gjej pastaj, këto gjëra. Ti ke një vit këtu, thua që je në fazën e dytë. Nëse tani do të lejonin të shkoje për shembull në shtëpi, do ja kishe besën vetes? Besën vetes. Është i pyetje shumë e vështirë që më bë. Po do e provoja. Nuk mund të them do ja kisha besën vetes sepse jo se s'ndiem i fort me veten, po kam akoma rrugë për të bërë. Ti e ke provuar se ç'është droga. Në Shqipëri ka filluar të përdoret në masë, sidomos tek të rinjt. Cili është apeli yt për të rinjt për të mos konsumuar drogën? Çfarë të sjell ajo, çfarë dëmesh? I bëj apel që mos të bëhen kurioz për gjëra që më mrapa do bëhen të pazgjidhura. Nuk mund të them që shiko si unë bëj këtë apel sepse kam qenë, unë kështu kam qenë. Thjesht mos bëhen kurioz për gjëra që nuk ja vlen. Këtë apel jap unë dhe i them të gjithëve që kanë ra dhe pinë, marrin drogë, i them që nuk është e thënë se ne mund ta lejmë, po nuk mund t'i rezistojmë. Kjo është e gjitha. Unë jam përdorus alkoolit, ma mirë me thënë kam kanë përdorus alkoolit edhe bigjozit. Ka shumë vite, ka pra ma se 20 vite që kam kanë përdorus i rregullt i të dyjave, pra dependent, vërs. Edhe i martum, u martova kështu, e parë se s'kisha më asnjë rrugë dalje. E thash po bëj provë që të vi në komunitet
Po jo për veti, më fort për me i thonë aty në të mive të më thonë që unë po ndroj. Me i bë qefin. Kur erdha këtu e parë se është diçka që du ta bëj për veti, nuk është se ma po e bëj për familjen time, për prindët e mi, për nuse, për fëmijë, po e bëj për veti. Edhe është për mend diçka që duhet, është si në shkollë për jetën. Alkooli të ka bërë të dhunshëm në familje apo Më ka bë rëncak, më ka bë falco, më ka bë shpifs, më ka bë mos me pas mos e tani është edhe ajo burrnia, pra kur nuk ke një prind tamam nuk ke as burrnia as kur gjë, nuk pra ajo rëncaku që kisha vetë gjaja po ishte rrena. Nuk kisha më unë në asnjë aspekt. sot je i aftë të përballosh veten? Gjithmonë mendimin e operatorëve kështu jam i aftë me përballu veten, se gjithmonë ke ato tunimet kështu, po kena këtu na mësojnë me një mënyrë kaq të bukur që me fol, me hap, me tregu gjitha vështirësitë, ku hasim pengesat gjatë rrugës, edhe do t'ja dal. Tham se ja kam dal. Familjarët lejohen, kanë ardhur, të kanë takuar? Familjarët lejohen, Si të kanë shohin ardhur, ata më sot? shohin nërsh, janë shumë gëzum, janë më shohin Elin që ata kanë dashur gjithmonë. Edhe e çita. Cili do të ishte apeli yt për të gjithë ata të alkolizuar ose persona të varur nga bigjozi? Çfarë shkaktojnë këto dy vese tek njerëzit, por edhe tek familjet e tyre? Unë tham për veti që jeta është kaq e bukur, sa mund ta mbushim me shumë gjëra të bukura, pra nuk është të thonë që ta mbushim ato mangësi që kemi, ato bushteqe që kemi me një alkol ose me një drogë, se thjesht shton probleme edhe asgjë më tepër. Sikur të përballesh me gjithçka, edhe ta mbushësh atë jetë me gjëra të bukura, kjo është jeta. Besi dhe Eli i bëjnë apel çdo të riu, çdo të rrituri që të mos bie prej përdorimit të drogës e alkoolit, pasi të jesh i droguar dhe alkoolizuar do të thotë shkatrim, do të thotë të shohësh vdekjen me sy, do të thotë të ndodhesh në udhkryq të vazhdueshëm, pa ditur se si mund t'i kapërcesh ato e të gjesh rrugën e duhur. Droga dhe alkooli vrasin herët apo vonë. Kënaqësia e momentit të shkakton vuajtjen e përjetshme, nga e cila shumë pak vetë arrin të ndahen. Stop drogës dhe alkoolit është apeli i tyre, pasi janë njohur me realitetin e mundësive dhe kanë dalë nga realiteti izolues i burgut të drogës dhe alkoolit.